أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فلمدرم الله ذو جلال پاچه بکیمی Allahut qobi Muhammedin alayhi salatu salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin gjurmët e tyre derisa të ekziston kjo botë, me lejen e Allahut te baraka ve taala. Ai që do të flasim është cilësitë e njerëzve të devotshëm, se si Allahu dhul xhelal i ka treguar se çfarë cilësi kanë njerëzit të cilët janë të devotshëm, njerëzit të cilët e besojnë Allahun dhul xhelal, besojnë diçka që nuk kanë pa. Kur ju vjen nga ona Allahu dhul xhelal, vjen nga pejgamberi alayhi salatu selam, besimtarët e devotshëm e pranojnë dhe thonë respektuam dhe ndëgjuam. Kështu është cilësia e besimtarit, që ajo që vjen prej Allahu dhul xhelal, vjen prej pejgamberit alayhi salatu selam, duhet ta pranon më njëherë pa pas kur far pik dyshimi. Ajo që Allahu dhul xhelal ka përmend në fillim të Kur'anit, në suratul Baqara, Allahu dhul xhelal thot alladhina yu'minuna bil ghaib, ata të cilët e besojnë ghaibin, e besojnë të fshahtën, e besojnë Allahun dhul xhelal, që edhe pse shqisat e njeriut, siri, veshin, ndoshta nuk e ka parë, as nuk e ka dëgjuar, mirë po besimtari i devotshëm, muslimoni i sinqert e pranon gjithçka që vjen nga Allahu dhul xhelal. Askush prej neve në këtë botë nuk e ka parë Allahun dhul xhelal, as që do ta sheh. Mirë po muslimanët e besojnë Zotin xhel xhelaluhu, e besojnë Allahun dhul xhelal se në këtë botë nuk mundet të shifet Allahu dhul xhelal. Kurse në botën tjetër, në xhennet, besimtarët do ta shohin Zotin xhel xhelaluhu, dhe kjo është kënaqësia më e madhe që do ta përjetojnë banorët e xhennetit me lejen e Zotit xhel xhelaluhu, që kemi thonë më herët se do ta shohin Allahun dhul xhelal dhe do të paraqitet Zoti xhel xhelaluhu duke e par ashtu fitirën e Allahu dhul xhelal, dhe kjo është kënaqësia më e madhe të cilën Allahu dhul xhelal do t'u jap banorëve të xhennetit si shpërblim. Mirë po ata janë të cilët e besojnë Zotin xhel xhelalu në këtë botë, janë të sinqert, janë besnik ndaj asaj që Allahu dhul xhelal e ka treguar në Kur'an, edhe për atë njeriu e beson Zotin xhel xhelalu se është një. Zoti xhel xhelalu në këto ajete kuranore thot dhalikel kitabu la rayba fih, tregon për këtë libër, kanë thonë dietarët, disa kanë thonë se është për qëllim Tevrati, Injili, mirë pa më e vërteta është se është Kur'ani, libri i Zotit xhel xhelaluhu. Asnjë prej neve nuk ka qenë prezant momentin kur i ka zbrit pejgamberit alayhi salatu selam shpallja. Mirë po na kemi ndëgjuar brez pas brezi ajo që na është përcjell nga sahabët, të cilët kanë qenë ndërmjetësues ndërmjet pejgamberit alayhi salatu selam dhe njerëzve, gjeneratat që vijnë pas tyre, ne kanë përcjell atë që e kanë pa duke zbrit Kur'ani, për dallim prej neve të cilët jemi shumë pas tyre edhe e besojmë. Kjo është cilësia e parë të cilën besimtarët e devotshëm e besojnë Zotin xhel xhelaluhu, e besojnë shpallin Kur'anin, dhe duhet të mundohet njeriu të punon me librin e Zotit xhel xhelaluhu. Prej fshehërësirave, prej gjërave që janë të fshehta prej ghaibit është se besimtari i sinqert duhet të beson edhe kushtet e imanit, kushtet e besimit, ti beson se melaqet e Allahu dhul xhelal ekzistojnë, janë të vërteta, janë ushtar të Allahu dhul xhelal, ku numri i tyre është shumë i madh.
janë disa të përmendur në Kur'an, disa në hadithet e pejgamberit alayhi salatu selam, mirë po numri i tyre nuk dihet. Edhe për atë Zoti xhel xhelalu thot, ata punojnë atë që Allahu dhul xhelal i mëson, i urdhëron dhe asnjëherë nuk e kundërshtojnë fjalën e Zotit xhel xhelaluhu. Për atë besimtarët e devotshëm, thot Hasan al-Basri, thot ittaku ma hurrima alehim, besimtarët e devotshëm kanë frikë ndalesat që u ka ndaluar Zoti xhel xhelaluhu dhe largohen prej ndalesave, nuk afrohen në gjëra të cilët janë të qarta që shifen se janë ndalesa, mirë po ju largohen edhe gjërave të cilët janë të dyshimta se a janë haram apo halal. Ibn Abbasi thot, duke treguar se cilët janë të devotshmit, thot alladhina yu'minuna, thot ata të cilët e besojnë Zotin xhel xhelaluhu dhe nuk i bojnë shirk Allahut dhul xhelal. Për atë duhet njeriu të mundohet që jetë sa më musliman, sa më i devotshëm, që të hinë në këta cilësi të cilët Zoti xhel xhelaluhu i ka përmend. Për atë na nuk i shohim me laçën këtë botë. Mirë po i beson njeriu se ekzistojnë dhe janë me numër shumë të madh. Ky janë prej gjërave që njeriu duhet i beson që Allahu xhelali ka përmend në Kur'an, se janë ushtarët e Zotit xhel xhelaluhu dhe askush prej neve e as pejgamberi Allahu xhelal nuk ka mundur të përcaktojë numrin e tyre se janë të shumta. Po prej gajbit, prej gjërave që nuk i kemi parë na që jetojmë sot në këtë ditë. Mirë po e besojmë është edhe pejgamberët e Zotit xhel xhelaluhu. Prej të Ademi a.s. e deri te i fundit, ku është pyetur pejgamberi a.s. a ka qenë pejgamber Ademi a.s. ka thonë po dhe ka folën sikur se kanë folë pejgamberët e tjerë. Numri i tyre është shumë i madh, të cilën e ka përmend pejgamberi a.s. ku thotë se 315.000 pejgamberë të Allahu xhelal kanë qenë në Kur'an, janë të përmendur 25. Asnjëri prej neve nuk i ka takuar, mirë po e beson besimtari i devotshëm dhe mundohet të dinë se si kanë jetuar pejgamberët e Allahut dhul xhelal. Edhe kjo cilësi e ditë të cilën e kanë besimtarët e devotshëm është wa yuqimuna as-salah. Cilësia e para se e besojnë Zotin xhel xhelaluhu, nuk e kanë parë Allahun dhul xhelal. Pastaj këta të devotshëm e besojnë se Allahu dhul xhelal ka dërguar melek, ka dërguar pejgamber, ka dërguar edhe libra. Gjitha librat nuk kemi qenë prezent kur ka shpallur Allahu dhul xhelal. Mirë po të gjitha librat i besojmë dhe besojmë se me ardhen e librit të Allahu dhul xhelal, Kur'anit, janë pezulluar gjitha librat që kanë qenë më herët. Janë pezulluar gjitha fletushkat që Zoti xhel xhelaluhu u ka zbrit pejgamberëve që kanë jetuar më herët. Për atë me Kur'an janë pezulluar gjitha librat dhe gjitha fletushkat dhe ardha e pejgamberit alayhi salatu selam te ky ummet ka qenë vule pejgamberllokut dhe Kur'ani ka qenë libër i cili ka pezulluar librat që kanë qenë më herët. Cilësia e muslimanëve është të devotshëm që ta falin namazin. Edhe për atë Ibn Abbasi thot, iqamatu salah, ta fal njeriu namazin nuk është vetëm të vjen të bën në sejdë në ruku. Kjo është mund të thot njeriu e fali namazin mund të hek atë farzën që e ka ndaj Allahut dhul xhelal. Mund të thot se e krita një obligim që Zoti xhel xhelaluhu ma ka bërë obligim, vetëm këtë mund ta ketë. Për atë kanë thënë dietarët se njeriu mund të jetë me trup prezant në xhami dhe shpirti i tij fluturon nëpër dunjë, fluturon, shkon në Maqedoni, shkon në Kosovë, kthehet për një kohë shumë të shkurtë. Edhe për atë thot Ibn Abbasi thot iqamatu salah itmamuha ruku'un wa sujudun. Thot namazi plot është që njeriu ti plotson mirë rukut, ti plotson mirë sejdët. Që kur bën në rukut të bën mirë rukut, ashtu siç pejgamberi alayhi salatu selam ka qëndruar mirë në namaz, ashtu siç i ka bën sejdët pejgamberi alayhi salatu selam, që njeriu tjet pak i zhitur në namaz, se është një namaz me të cilin njeriu lidhet me Allahun dhul xhelal. Cilësia e tretë që e kanë këta njerëz të devotshëm është wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu dhul xhelal në ajete shumë të shkurta i përmend cilësitë e devotshmëve, ku thonë dietarët islam se cilësia e tretë është që njerëzit të cilët kanë pasuri e japin zakatin, po japin edhe sadaka lëmosh përpos asaj që e kanë farzat ato të cilët kanë pasuri. Për atë njeriu duhet të jetë sa më i devotshëm, që të jetë sa më afër Zotit xhel xhelaluhu. Allahu dhul xhelal në këto ajete të shkurta i përmend cilësitë e njerëzve të cilët janë të devotshëm, janë të lidhur me Zotin xhel xhelaluhu.
edhe për atë njeriu me dhënien e zakatit e hek një obligim të cilin e ka mes robit dhe Allahu dhul xhelal. Po e hek edhe një obligim të cilin duhet t'i ndihmon të tjerët. Edhe për atë dietarët islam sot flasin se pse njeriu zhitet në borxh, në kamot. Pse njeriu futet në gjëra të ndaluara, thot për dy gjëra. Është ndal borxhi dhe është ndal zakati. Kur ndalet borxhi të nderuar vëllezër, atëherë njeriu nuk din se ku të drejtohet. Edhe shejtani ndihmon që të hinë dhe të merr parë me fajde, qoftë në bank apo për njerëzve të cilët punojnë me këtë punë të ligta. Edhe dita është ndal zakati. Për atë të zakatit dietarët islam nuk kanë shumë mendime të ndryshëm, se është qartë se sa duhet me dhon njeriu kur ka pasuri, sa duhet me dhon kur ka dhën, sa duhet me dhon kur ka lop. Është punë me matematik. Edhe është shumë punë e qartë të cilën njeriu duhet ta jap me llogari duke bërë mirë matematik, jo të jap njeriu ka 10.000 euro, 20.000 euro, të jap 300 euro apo 400 euro të thotë se e dha zakatin. Njeriu duhet të jap zakatin aq sa ka parë dhe ta pjeston me atë të cilën Zoti xhel xhelalu ta ka bërë që ti ushqesh fukarat, ti ushqesh nevojtarët që të largohen prej kamatës të cilën Allahu dhul xhelal e ka ndaluar në Kur'an, e ka ndaluar këtë punë të shëmtuar. Këto janë 3 cilësi apo 4 cilësi të devotshmeve të cilët Zoti xhel xhelalu i ka përmendur në Kur'an. Por atë njeriu duhet mundohet të jetë sa më afër Allahu dhul xhelal duke i zbatuar dispozitat të cilët Allahu dhul xhelal i ka nduar ditën kur e ka krijuar tokën dhe qiejt. Edhe me ardhmën e pejgamberit alayhi salatu selam, Allahu dhul xhelal ka nderuar, për atë duhet njeriu të përpiqet të jetë sa më afër Zotit xhel xhelaluhu, të jetë aty në obligim që ja ka bërë Zoti xhel xhelalu, kur thirret në namaz të jetë i pari muslimani, kur thirret të ndihmohen muslimanët të jetë i pari, kur është puna për zakat të jap njeriu që të futet në këtë cilësi të devotshmeve. Për atë mbesin edhe di cilësi apo edhe pak për të fol për cilësitë e besimtarëve të devotshmeve. Wa aqulu qawli hadha fa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Këto ishin disa cilësi të cilët Allahu dhul xhelal cilësi ka përmendur në fillim të Kur'anit. Për atë njeriu nuk mund të jetë i devotshëm përderisa nuk e punon atë që Allahu dhul xhelal ja ka bërë obligim dhe të largohet atë që Allahu dhul xhelal ja ka ndaluar njeriu. Ashtu siç ja ka ndaluar pejgamberit alayhi salatu selam, janë bërë obligim dalesat edhe për neve. Janë bërë obligim dispozitat e Allahu dhul xhelal, ashtu siç janë bërë për pejgamberin alayhi salam farz, janë bërë për neve farz. Për atë cilësia e parë ishte se muslimanët e besojnë Zotin xhel xhelaluhu, e falin namazin, e japin zakatin dhe e besojnë pejgamberin alayhi salatu selam, e besojnë atë që ka ardhur me pejgamberin alayhi salatu selam, e besojnë Kur'anin, shpallën e librit të Allahut dhul xhelal, dhe i besojnë pejgamberët të cilët kanë jetuar më herët. Kjo është cilësia e 4 dhe cilësia e 5 dhe e fundit për të cilën do ta përfundoj me këtë cilësi, dhe besojnë ditën kur të dalë në para Zotit xhel xhelaluhu, e besojnë ringjallën se njeriu do të ringjallet, do të del prej varresave dhe do të del para Zotit xhel xhelaluhu, ku shumë prej njerëzve të cilët nuk e kanë besuar Allahun dhul xhelal nuk e pranojnë një gjë të tillë. Edhe pse Allahu dhul xhelal thot në Kur'an se ardha e njerëzimit, krijimi i njerëzimit ka qenë më e rëndë ndoshta për Allahun dhul xhelal se sa ringjallja prej varreve, prej tokë, janë shumë më e lehtë për Zotin xhel xhelaluhu, e shumë për njerëzve këtë nuk e kanë besuar, njerëz të cilët kanë thonë se si mundet të del njeriu para Zotit xhel xhelaluhu, të futet në dhe të del para Zotit xhel xhelaluhu. Të devotshmit e besojnë këtë, se Allahu dhul xhelal në Kur'an ka thonë se do që nxjerrë prej toke, ashtu siç ju kanë prunë këtë botë, do të futeni në tokë dhe prej toke do të dilni para Zotit xhel xhelaluhu. Muslimani i devotshëm e beson këtë cilësi se do të del para Zotit xhel xhelaluhu dhe nuk mundet të lëviz para se më u përgjigj
për disa përgjigje që do t'i jap njeriu i cili ka jetuar si musliman ka më pas shumë lehtë. Pa i cili ka jetuar jo si musliman, do të ndin ka qenë, mirë po ka qenë larg feja se Allahu xhelal shumë vështirë ka më pas që të përgjigjet në këto përgjigje. Edhe për atë një njeri i cili ka jetuar tregon pejgamberi alayhi salatu selam, njeri i cili i mbledh fëmijët e vet para se të vdes. Dhe i pyet fëmijët e vet se çfarë prindrit, çfarë babe kam qenë tek ju, thotë ke qenë një bab i mirë, prind i mirë, dhe u alen një porosi fëmijëve të vet. Ju thot kur të vdes, më bani 2 pjesë. Dhe pjesën, një pjesë me hudhni në deti, pasi të digje trupi. Një pjesë e hudhni në deti dhe një pjesë e lini në tokë. Ka menduar se me këtë njeriu do shpëton nga dënimi i Allahut xhelal. Zoti xhelal është shumë i fuqishëm. Dhe i urdhëron me laçet dhe thot bane trupin ashtu siç ka qenë. Dhe me laçet e mbledhin ajo që ka qenë në deti dhe ajo që ka qenë jashtë detit. Dhe Zoti xhelaluhu e pyet këtë njerëz se çka të shtini ti me punu kështu? Çka shtini me vepru ti? Për çka e bën një gjë të tillë që Zoti xhelaluhu e ka ndaluar që njeriu të digjet me zjarr? Kjo është vetëm për Allahu xhelal ti dënon me zjarr njerëzit. Thot ja Rab, thot frikën që e kisha ndaj teje, thot kisha frikë se do të dal para teje dhe unë isha me gjunohe. Atëherë Zoti xhelal thot me laçeve, lënë thot se e fala këtë njeri. Por atë do të dalë në para Zotit xhelaluhu me lejen e Allahut xhelal, ata të cilët janë të ndershëm, janë të devotshëm në këtë botë, kanë me pas jetën të lumtur, kanë me qenë me Allahun xhelal gjithherë dhe kanë me qenë të lumtur ditën kur do dalë në para Zotit xhelaluhu. Por atë dhe porosia e pejgamberit alayhi salatu selam ka qenë porosia e fundit që u ka dhënë në haxh, u alon dëgjëra, nëse i kapni dhe i mirëni ato dëgjëra, do të jeni çpëtuar në këtë botë dhe botën tjetër. Ajo është thot Kur'ani dhe Sunneti i pejgamberit alayhi salatu selam. Edhe para çdo gjë që vjen këtë botë, çdo dënim vjen nga ajo që njerëzit janë duke u larguar nga dini i Zotit xhelaluhu. Për atë lut Allahu xhelal që na bën për njerëzve të devotshëm, të cilët e kanë frikë Zotin xhelaluhu kur jemi kështu së bashku dhe e kanë frikë Allahun xhelal kur jemi në vetmi. Se pejgamberi alayhi salatu selam një ditë prej ditëve ju tha sahabëve, do që të regoj diçka, thot, për disa njerëz të cilët kanë bën punë shumë, kanë me bën punë sa kodrat, sa malet, dhe do të vinë para Allahu xhelal, do të ju bëjnë punë të tjera hebaen menthura, kanë me ju bën hip lum punë të tjera. Thaubani radhiyallahu anhu thot ja Rasulullah, sif lana, përshkruajna, thot, kush janë ata njerëz, kanë pas frikë sahabët se ndoshta ndonjëri prej tyre do të jetë në atë që po e përshkruan pejgamberi alayhi salatu selam. Tregona, thot, që ta dim se kush janë, thot. Thot ikhwanukum, thot, vëllezërit e juaj do të jenë musliman, do të jenë prej lëkurës tuaj, thot, e flasin gjuhën tuaj. Yusalluna kama tusallun, falen ashtu siç u falni ju. Wa yuqimuna min al-layli kama taqumuna, dhe ngriten me fal namaz natë ashtu siç falni edhe ju namaz natë. Mire po, thot, këta njerëz të cilët nuk kanë qenë devotshëm me Allahun xhelal, kur janë në shoqëri janë shumë musliman. Kur largohen prej shoqërisë, atëherë i tejkalojnë rregullat, i tejkalojnë dispozitat e Zotit xhelaluhu dhe i shkelin. Këto janë këta njerëz të cilët nuk e kanë frikë Zotin xhelaluhu kur janë në vetmi dhe punë të tjera kanë më bën ditën kur do të dalin para Allahut xhelal, kanë më bën punë hi dhe kanë më bën dhe. Ka me punu njëri shumë. Mirë, po kur largohet prej xhamatit, largohet prej shoqërisë së vet, atëherë e tregon se sa i devotshëm ka qenë dhe i tejkalon kufit e Zotit xhelaluhu. Lusme Allahun dhul xhelal që të na bën prej atyre që janë të devotshëm në shoqëri dhe në vetmi, që Zoti xhelaluhu na forcon edhe në momentet ku njeriu është ku ka më shumë nevojë për Allahun xhelal, që ta forcon kur është në vetmi, dhe atëherë shejtani është shumë më afër njeriu në vetmi se sa është në xhamat. Për atë lusim Allahun xhelal të na forcon Allahu xhelal në këtë botë dhe botën tjetër ku do dalë para Zotit xhelaluhu. Nesër në ditë shtunë, kështu më lajmëroi kryetari i xhamisë se do ta kemi mysafir molla Feridin nga Shkupi dhe do të jetë Adem Ramadani, nëse nuk gaboj, edhe hafizllarët të cilët e shoqërojnë hoxhën dhe Adem Ramadanin diku para drekën ora 12 do të jetë këtu në xhamin mysafir, ata të cilët kanë kohë dhe kanë dëshirë të dëgjojnë prej hoxhës ndonjë këshill dhe prej hafizllarëve Kur'an dhe prej vllaut ton Ademit, janë mirë se ardhën në orën 12 dikun, besoj se do të jenë këtu në këtë vend. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله